السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falendrojmë Allahun Azza wa Jall, atë e falendrojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatun ja për qelli Muhammedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij, shokëve dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, pastrimi i shpirtit, rruga e lumturisë. Këto fjalët inshallah do të jenë në tryezën tonë përkujtuese për vetveten së pariherë, pastaj për të gjithë ata cilët na ndëgjojnë, duke shpresuar sevapin e Allahut Azza wa Jall dhe shpërblimin e tij në dunjë dhe në ahiret. Inna min a'zami ma yahtajuhu al-muslim fi sayrihi ila Allah tazkiyatu nafsi. Gjoja më e madhe çka njeriu ti ka, besimtarit apo muslimanit ka nevojë ai, thot është pastrimi i shpirtit të tij. Fahiya at-tariq ila ridwanillahi azza wa jall. Kjo është rruga për me arrit kënaqësinë e Allahut xhalla fi ula wal fawz bi jannatihi. Edhe shpëtimin apo fitoren me xhennetin e Allahut xhalla fi ula. Fa Allah azza wa jall qad aflaha man zakkaha. Vërtet ka shpëtuar ai i cili e ka pastru vetveten, e ka pastru shpirtin e tij. Wa qad khaba man dassaha, dhe ka humbur ai i cili e ka njëllosur shpirtin e tij. Këtë esenca, këtë adhurimet, këtë veprimet, cilët jemi të urdhëruar, tamam, jemi të urdhëruar nga ana e Allahut Azza wa Jall, tamam, dhe janë nga farzët dhe obligimet dhe largimi nga ndaluara dhe ruajtja nga kufit e Allahut Azza wa Jall, janë krejt për të shërbi pastrimi shpirtëror. Allah Azza wa Jall tha: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim." Në ditën ku nuk bën dobi as pasuria as evladi, përveç ai i cili ka shku me shpirt të pastër, me zemër të pastër. Me zemër të pastër te Allah subhanahu wa ta'ala. Thot Allah Azza wa Jall: "Qad aflaha man tazakka." Vërtet ka shpëtuar ai i cili ka pastruar shpirtin e tij. Wa dhakara isma rabbih fa salla. Edhe madhron emrin e Allahut, emrin e Zotit e tij dhe falet. Falet për Allahun xhalla fi ula. Mirë po njeri ju a thu val kur do të ta din se në vërtet shpirti jem ka nevojë për pastrim. Sikur trupi, sikur teshat, sikur ambienti ku jeton. I ka disa alamete, çka kupton ai, thot se në vërtet kjo këmish, kjo tesh, dhe më thonë mu ka bon, e pa pasër duhet pa tjetër me ndru dhe me pasru. Apo vendi, ambienti. Atër edhe shpirti njeriut, a thu val, a ka alamete dhe shenja që na tregojnë dhe aludojnë që në vërtet zemra ime është e nevojshme për një pastrim. Për një pastrim. Tamam? Ato janë, kanë thonë djetarat, el keselu an ba'dit ta'at. Shenja e parë, apo bërloki i parë cili bjen në zemrën në shpirtin ton, është përtacia ndaj disa adhurimeve. Kjo sinjali, alarmi i parë. Wa fiqdanu ladhati al-ibada wa halawatu al-iman. Edhe humbja e shijës së ibadetit dhe adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jall. Wa tathaqul an-nafs an al-a'mal as-salihah shay'an fa shay'an. Edhe si ta shif se është rëndu nefsi jon ndaj veprave të mira. Çetri alametet apo alarmat e para janë. Përtacia ndaj disa adhurimeve. Pastaj humbja e shijes së ibadetit dhe pastaj rëndësia ndaj veprave të mira. Ku ka vepra të mira, çfarë do lloj kofta ajo? Nëse e shef se ti shumë let i le me kapërci nga durët e tua, nga mundësia jote për ta kapur shpërblimin e saj, di se apëton të janë alarme se në vërtet nefsi jot ka nevojë për një reagim. Për një reagim.
Mesela e ka marrë shembull, la tajid ad-dafi li-istiqal li salati al-fajr ma'a al-jamaa. Për shembull, rëndësia e ardhjes në xhami në namazin e sabahit. Me fal namazin me xhamat. Apo për shembull, me një kohë prej kohëve jekon mirë, ke fal namazet këtë në xhami, jekon shumë aktiv, jekon me iman. Edhe ke pa vetveten apo gotën pa prit mas, nuk ka shans mu çu për sabah. Sikur njëri më thënë, "Hoxha, a ka doni dua apo doni lloj metode apo dua apo ajeta, doni hadith apo kudo që na tregon si mu çu për sabah?" Ka këshilla thashë, më kështu me shkop magjik nuk ka. Ha? Sa Allah nuk e ka lënë edhe Kurani i Kerimin një gjë të tillë, një mënyrë të tillë. Derisa dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar në mënyrë shumë normale. Apo mu ballafaqu me jetën e tij, edhe me shpërndarjen e mesazhit të tij në mënyrë shumë normale, njerëzore, në mundësitë njerëzore. Se Allah kishte mujt për një minutë, ashtu siç për një kohë shumë të shkurtër në natës e ngritjen e Mi'raj, i pa të gjithë ato çka i pa kupton, edhe e kthej hala veni i tij ishte i nxehtë. Kjo mrekullia e Allahut dhe fuqia e tij. Allah ka mujt me zbrit fjalën e Allahut dhe mesazhin e tij në mes në njerëzve këshisoj. Po kjo fuqia e Allahut xhelle fi ula. Njerëzit do të thonë do të thoshin apo kupton, pra pa Allah mund punë smuj edhe çka, do të hekshin dorë. Dhe kush ta mbronte atëherë fjalën e Allahut xhelle fi ula? Pra nuk ka kjo dunjoja nuk ka kriju për kështu Allah me tregu fuqinë e tij në kësi lloj mënyre. Po e kalon hakun dhe batilin mesin në fuqitë njerëzore dhe mundësitë e tyre që ato të ballafaqohen mes tyre deri në ditën e Kiametit. Apo, edhe e ka thënë pra njeri, e ka thënë pejgamberin e tij si njeri që han dhe pin, martohet, jeton, ka mërzie, ka lodhje, ka ballafaqohet me luftë, apo kupton gjithashtu dhe plagoset, gjitha, më në 23 vjet. Apo? E atëherë çka? Pra edhe njeri apo kupton duhet që ti merr sebejpët. Thash ka shkaqe çka na duhet mi përfill ato për me arrit një rezultat të mirë për zimin e sabah për shembull. Për shkak se ka edhe vepra tjera, thot, si ka mundësi unë me marr Kurani i Kerimin me lexu. Këshire ti çka sillet na për dur më shumë? Për shembull telefoni thot. Po atëherë këshire atëherë. Zgjidhe problemin e telefonit automatikisht apo ka më të lecu rruga për te Kurani. Apo për shembull, kush o pengesa kryesore për marrë në xhamitin sabah? Gjumi. Atëherë këshiri problematikët të puna e gjumit. Kur bie ti? Ha? Kur bie? Wallahu bini sahat para sabahit. Atëra problemi është muçuti. Problemi muçua, ku si ke marrë shkaqe dhe sebepet. A kelon alarm? Valla kisha harru, sa herë harroj. Kjo problem që duhesh me mjeku, me rregullua kupton. Tamam? Pra, thot fataghalabaka ladhatu an-nawm wa daf'i al-firash. Bile ka mundësia kupton çka ndoshta e ndëgjon thotë zonin ndër dijen tonë, për shkak se ka mujt gjumi, për shkak lodhjeve apo kupton, për shkak ndoshta edhe keravo, si ke marrë shkaqet e kështu me radhë. Edhe kjo thotë apo kupton është një shembull që tregon se ti nëse në këtë pikë ke qenë mirë dhe ko pas kohë ke nis kohën e fundit apo kupton me të rëndu, atëherë thotë shtype alarmin. Dhe biri mas thot shpirtit tanë dhe merri shkaqet për ta rregulluar ata dhe për të ardhur në nivelin e caktuar. Allah thot wasta'inu bis sabri was salah, thot ndihmonu me sabër dhe namaz. Ndihmonu me sabër dhe namaz në gjitha sferat e jetës juaj. Sikur po do të thonë se namazi edhe sabri, edhe pse sabri ka thënë para namazit, se po shkak se edhe namazi na përmes elementit sabër bëhet për ndryshe nuk mundesh me bë. Ha? Megjithatë e ka përzi prapse e ka rendit namazin. Ka thonë ndihmonu me namaz dhe me sabër në gjitha sferat dhe ngushtirat dhe vështirësitë e jetës suaj. Sigur po do të thonë që namazi mos e merrni diçka e rënd çka ju pengon juve, përkundrazi është një lehtësi me medikamenti që ja u lehtëson juve vështirësitë e jetës. Kjo na i përkthen jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ai ishte pra përkthys i Kuranit Kerimit praktikisht. Apo askar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot sa herë që pejgamberi alayhi salatu wasalam thot e preokuposhin thot rëndësitë e kësaj dunjoje apo mërzit e tij apo
thot gjithëherë thot shpejtonte për namaz. Edhe thonte erihna bina ya Bilal. Na qetëso thot o Bilal thot me zerin tan, duke na thirr thot në namaz dhe Allah subhanahu wa taala. Pra namazi është apguton një mundësi për ta lehtësuar jetën ti, për t'i lehtësuar vështirësitë. Edhe merr rregull, mënyrë të jetuarit për çdo vështirësi që ka posedon në punën tonë, në biznesin tanë, në shkollimin tanë, e kështu me radhë, në sprovat e tua. Gjithëherë kur të ranohesh shumë, mos shko me dhëz një cigare. Mos shko me ngu një ilahi. S'po thom tash apguton, tash po foli me një kontekst shumë të ngushtë, mos e keq kupto punën e ilahis, tash më thon se hoxha i kundërshikoi ilahiet. Edhe pse kemi vrejtje, edhe te puna ilahia në mënyrë të përgjithshme, por po them mos shko me ndëgju një ilahi për me thon të lehtësoj pak të relaksona. Ha? Po thot çu edhe fali direkat, merr abdes fali direkat. Kime e pa lehtësimin ta. Ndoshta edhe kime e pa, apguton edhe apguton hapjen e rrugëve. Hapjen e rrugëve, apo në risk. Apo tamam? Pra merr këtë rregull, pra prej këtij ideje si apguton nëse në vizon çike tan kamë të bë dobi. Deri në kiamet. Pra merr namazin sabrin tan dhe namazin tan merr si dy elemente kyçe për të jetuar apguton në fjalën e lehtësim. Në kohë të vështira për gjejt apguton një lehtësim dhe rrugdalje. بل قد لا تصير النفس حتى على الأعمال اليسيرة كالبقاء في المسجد لسماع الموعظة. Bile thot mundet me arrit thot njeriu me një dobësi dhe plagështi e imanit dhe shpirtit ti derisa nuk ka mundësi me nejt apguton gjithë orën në xhami me ndëgju një ders me ligjërat. Apo thot apguton une për ata dhe të ndëgjuarit ders të nderuar, kjo e tregon dhe aludon te besimtari imanin e tij. Fuqinë e imanit. Istiqamën, qëndrueshmërinë në fenë Allah xhalla fi ula. Çdo vend, sidomos në shtëpi, aktivitet, namaz, mësimin e fesë, ndëgjimin e ligjëratës, shërbimet rreth davetit Allah xhalla fi ula, krejt që aludojnë apguton fuqinë e imanit tënd dhe qëndrueshmërisë zemrës tënde. O qira'atul adhkar, ose dhikrat. Derisa kemi vrejtje nga vëllezërit në kohën e fundit, derisa edhe dhikrin e namazeve. Subhanallah, dhikrin e namazeve veç jep selam. Imami, bismillah, del edhe 15 minuta ndoshta apguton fjala nuk ban kur gjë rri për jashtë atij. Atë ndejtur mas namazit me bë dhikrin e namazit apguton është sikur me nejt në xhami. Në namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai I cili thot e kri namazin e tij edhe qëndron në vend faljen e tij. Thot apguton llogaritje sikur është hala duke qëndruar në namaz, edhe Allahu apguton e ka veçu një melek për melekëve të tij me bë dua për ata I cili hala tunajt në vendin e namazit, thot o Zot fale ata, o Zot më shiroj ati. O Zot fale ata, o Zot më shiroj. E çka? Pra ata dhe shejtoni iblisi e ka veçu një ushtar prej tij, një gjin prej gjinëve nga ushtarët e tij, apo? A pas të fat mirë të veçantë, një gjin është, një shejtan, a kujton që me ju nejt njerëzve afër ku tipet selami. Veç kon a kujton edhe I ngacmon për mu qua të pivenjë dhe me hec. Veç mos me arrit sevapin e tillë. ومن العلامات أيضا استمراء الأخلاق المذمومة. Gjithashtu apguton prej alarmanteve të shpirtit tonë, një lloj të shpirtit tonë është disa veti të edukimi të akhlaqit të keq. Sikur për shembull el kibr, mendimasia iyadhan billah. Mundet me kon dikush aktiv, për shembull me thon dikush elhamdulillah hoxha ç'ka I ceket parat. Me një ibadetin koxha jam aktiv. Namaz sabahit I pari jam këtu. A gëton lezim Kur'an I Kerimit kejt në rregull. Masha Allah alaje. Tamam? Mirë po, thotë në rregull kokësha, pra jo, janë disa tjera tash. Ti dush me hulumtue fillimisht ki e pikën e dopt. Se shejtani gjithherë ju shkon njerëzve te pika e dopt e tyre. Ha? Dush me këshir tash aspektin e veprave të zemrës tash. Disa tjera, se kur janë kibri, mendjemasia, iyadhan billah. Hasedi, zilia, apo
Ghurur, mashtrimi me dunjon. Apo kathratul kalami wa dhahik, të folurit e shumë dhe mahniturit me vetveten se unë ka heci veç e bën shihret, apo kupton, veç zanim nijet, yadhan billah. Apo kupton, edhe kesh mja jemi në për rrugë. Wal inshighal bi umuri dunya wal mal, edhe zonja shumë njërë të tepruar me dunjon dhe me pasuri. Wa ghaflatu an dhikrillah, edhe shkujdesja nga dhikri i Allah subhanahu wa taala. Pra, në qoftë se akuton të ti ka studiu shejtoni dhe ka pas se ti akuton e ki pikën e dot për shembull hasedin, ose mendjemasi, ai ti nuk të ngun tash një badejte. Ai vesh prit atij akuton të dera tash ti ati. A ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në zemrën e atij i cili gjendet sa një grimc e vogël. Mendjemasi akuton veprat i bën pluhën edhe hi. Ha? E tash, pse me të ngusaj me bo vepra? Thotë, nuk të lodhët mëre? A më thotë, unë jakum gjallë, jakum aktivizu tash një vepër që ka ja rënon kejtë të vepra. Pra ta më gëton, qëfëse në disa sende, pra dhe kjo dush, besimtar tash e bante kujdesur. Në qëfëse në disa ibadete, je mirë, edhe i të shku puna mirë, nuk i pengesa, mos u gëzo kësaj pune, po këshire ku ta ka vënu kurthin tash shejtoni. Se njeri e njef vetveten e vetë dhe nefsin e vetë, i njef ato pikat e dopta. Këshirë që ati hullum to. Sa e pëgudon, për deri sa pëgudon, nuk pengon në dhërime, nuk pengon vepra tjera të mira, dikona pëgudon vetëm se ta ka vënu kurthin ku prit me t'i rënu veprat e jedhen billah. فهذه كلها دلائل على أن النفس بحاجة إلى تربية وتزكية. Këtë këto, thot në tregojnë dhe janë elemente, shkaqe që na kallëzojnë neve se nefsi jon ka nevojë për një pastrim. Allah çka tha në Kur'anin e Kerim? "ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا." Sikur mos ishte rahmeti i Allahut. Edhe mirësia e tij e pakufishme. Nuk do të pasronte as ngush nga ju. Është shumë interesant. Walakin Allah yuzaki man yasha. Allahu është ai i cili pastron kan të don. Subhanallah. Kan të don Allah subhanahu wa ta'ala. Pra po do me thonë që këtë bitë ademit jemi gabimtar. Të gjithë jemi gjunaqar, kush ma pak e kush ma shumë. E Allah hapguton e kalon mundësin për të pënduar dhe për të përmirësuar vetveten. E qëtë mundësi, thot, edhe pse e kalon Allah o hapur, me gjitha ata nuk ka mundësi me trokit dhe me arrit vetëm ata që ka Allah ja ka dash mirën dhe ka mshiru. Sa njeri ke pa vazhdo në rrugën e shtremt, edhe pse ti i fol 100 herë, është një afër mi joti, është ndoshta prindi, është vllau, është kushrini, është ai, është ky. A kupton? Subhanallah, pa i thoni lumja Allah xhelle fi ula, zemrës ti boll dhe stop, s'mundet me hek dorë. S'mundet me u kthy shtëpisë së tij. Për ata Allah po thot, "Falau walau la fadlullahi alaykum rahmetuhu." Sikur mos ishte mirësia e tij, dhe rahmeti i tij, nuk do të mund të me pastru vetveten asnjë nga ju. Mirë pa Allah e pastron ka don ai. Për ata në qofse ta ka mundësu Allahu xhelle fi ula, mi fal 5 kohë namazit, janë pastrim për shpirtin. Me lezu fjalën e tij subhanahu wa taala, me bën dhikrin, apo me përmend Allahun xhelle fi ula, me bën vepra të mira dhe mu pendu sabah dhe mëngjes, dije se Allahu të ka mëshiruar dhe të ka përfshirë me mëshirën dhe mirësitë e tij subhanahu wa taala. Maratibu an-nafs fi al-Quran al-Karim. Pasi që arritëm në këtë pikë, njeri ju po don me ditë tash a thu vallë une po flitet për nefsi, ja kuton do të me pastruar kështu më radh, shumë e rëndësishëm. A thu vallë cilët janë llojet e nefseve? Ka lloje në Kur'anin e Kerim Allah ka cek disa lloje të nefsit. Allah tha në Kur'anin e Kerim inna an-nafsa la'ammaratun bis-su. Më të vërtet një lloj prej nefseve është ka urdhnon për të keqe, yadhan billah. Illa ma rahim rabbi, përveç atë që Allahu e ruan. Pra kjo numri 1 i nefseve. Një nefs është shumë i keq, shumë lakmus ka e keqja, shtys ka e keqja, yadhan billah. Allah ka sprovu atë i cili ja ka dhënë këtë lloj nefsi, është ka urdhënon dhe nxit ka e keqja. Tamam? Nefsi i ditë është nefsul lawama, nefsi qërtues. Ç'te me boni të keqe, pastaj kupton ç'te edhe qërton. Pse e bëna? Su dash me bon,
ajtë kuku për mu, apo do në shkatrova. A problemi se apet, mas dit apet e ban një tjetër. Pra qëte me bo, mi shiju të këshijat, a mo qëte dhe të njëtën ko, dhe me thonë me qërtu vetën dhe nefsin të të. Allah o betu në këtë loj nefsi, ka thonë, wala uqsimu bin nefsin lawama, dhe pasha atë nefsi cili është qërtuës. Dhe nefsi ma i mirë, dhe shkalla ma i mirë e nefsit është nefsul mutmainne, nefsi i qetë dhe i dërzuar plësish Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka thonë, ja ayyatuha nefsul mutmainne, o ti nefs i dërzuar plësish Allah subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ktheju Zotit tan i kënaqur dhe i stërkënaqur. Fadkhuli fi ibadi, hinna turmën e robëve të mirë. Wadkhuli jannati, dhe hinna jannatin tim. Ku lutim Allahun që Allah të na ban pra prej nefseve të mira që ka urnojnë për vepra të mira. Ja Rabbel Alamin. Pra njeriu fillimisht duhet ta dinë llojin e nefsit të tij. Apo atu vallë çfarë lloji nefsit ka unë. Pra fërsisht duhet me ditë njeriu, duhet me hulumtue, nefsi im amurdon për keq. Edhe pse mendoj se shumica e nefseve janë në e lloj dytë. Atine çka bojnë këshia edhe qërtoj. Apo, që me bo keq, pastaj të ban me hindhe, të ban abgotonë fjala të mytë krejt me qërtim. Shumica e makhlukatit e njerëzve janë këti lloj. Një pakic janë lloj që ka urdhënon për keq, jedhen billah. Dhe një pakic gjithashtu janë llojit më të mirë. E llojit më të mirë çka Allah ka quajt abgoton nefset më të mira. Khutuat amelie li teskjeti nefs. Cilët janë disa hapa praktike për ta pastruar vetveten, a thu vallë. Ma'rifatu nefsi o darajatiha. Duhet njeriu që ta njohë nefsin e tij dhe llojshmërinë e nefsit të tij. Faman arafa da'fa nafsihi suhila alayhi islahuha. Po shkak se thot, ai i cili e din thot, pikën e dopt vetvetes së tij, ai i cili e njeh pra vetveten, nefsin e tij, të mira dhe të këqijat. Ai thot shumë lehtë thot e ka thot për me rregullu thot vetveten. Me përmirësu vetveten. Pra kjo është edhe kështu te punë profesionale. Apo kur e din për shembull një telefoni, kur di ko problemi, apo një orë, apo një mikrofoni, apo i sjell, kur e din ko problemi shumë lehtë, pra e ka mjeshi me rregullu atë, se e di ko problemi. Ose me rregullu atë çka është, ose me ndru keq me pruni tjetër dhe u rregullu. Mirë, po ma keq edhe për mjeshin, se sa ku nuk e din vëlla çka ka. E sill naton, e sill keton, nuk ban. Mendon se u rregullu, nuk e rregullu. Pra ata dhe njeriu duhet me qenë shumë vigjilent, sidomos besimtari që ta njeh vetveten. Njeh vetveten më shumë se çdo kush tjetër. Edhe njeriu në fakt kjo është shumë pikë me rëndësi me një vetveten. A di pse? Për shkak se ai i cili e njeh vetveten i nderuar, ai shumë sende tjera pasaj kanë më rregullu. Një nga ato që ka i rregullu është se ai nuk e ka det kush e lavdëron edhe kush e nënçmon. Pse? Ai që e lavdëron më shumë se sa ai nuk vetë mashtrohet, pra, nuk i thot vetes se mashallah kush kokësha se më ka thonë po më lavdëroj. Jo, besoj e di vetë. Që janë lavdërata tepruese. Apo ata cilët nënçmojnë shumë me qëllim tuljes prestigjit, çka? Pra edhe kjo nuk talenti, se e di se nuk ja i cili thoi njerëzit për ti. Pra ata njoja në vetvetes, një nga pikat është kjo çka të rregullon, një dhe e dyta raport me Allahun xhelle fi'ula. E din kë i problemet dhe të njëjtën kohë i rri përballë kurthave të shejtanit më shumë. Pse? Se i din pikat e dobta tuat. Edhe di se shejtani gjithherë sulmon te pikat e dobta, kjo është edhe te sportet luftarake, kupton? Që thar ku të mshona ku do na gjë kur e di ku pikën e dopt. Pra dhe shejtani di se te pikat e dobta. Kur ti nuk i din pikat e dobta tuat, si ka mundësi më mbrojt? Si ka mundësi ti kupton ndoshta me rregullu vetveten? Si ka mundësi me ditë në fakt që ke nevojë për me rregullu vetveten? S'ki nevojë. Dhe me thonë nuk ki mundësi. Për ata kjo gjonë shumë e rëndësishme të ndëruar. E dyta është i'tiraf bil ujub. Edhe kjo në pikë shumë thotë më rëndësi. Thotë, të me thonë me pranue vetveten se ketë meta. Me pranue vetveten që jam me të meta, unë vëllavia. U jam njeri. Gaboa, po unë gaboj edhe une. Apo, nuk e di tani sen, po nuk e di, unë nuk jam perfekt. Apo don.
Pra, nuk po thon vetëm me fjalë, me thonë se jam perfekt, ndërsa shpirti jot a gjap guton e çun vetveten si kur më i miri absolut, apo në jamën billah. Jo, njeriu në vetveten e tij duhet me ditë se unë kam tmeta. Kam probleme, 100 tmeta, 100 probleme. Pa Allah azza jall na mbulon. Man dhanna annahu kamil falan yuslih nafsuhu. Kush mendon se unë jam i plot, thot nuk ka mundësi me rregullu vetveten. فالمؤمن دوما يراقب قلبه ويحاسبها. Besimtari gjithherë e mbikëqir thot zemrën e tij. E mbikëqir zemrën e tij, thot edhe llogarit. E ban llogari. Sikur që ka ardhur apo nga fjala e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni vetveten para se të llogaritni një ditë. Dhe matni veprat e juaja ka para se një ditë ju matën. Dhe besimtari gjithherë në fund të ditës dhe të natës para se të ble me flet, është mirë mi ia dhon një llogari vetvetes. A thu vallë sot se mbylla ditën. Apo veprat e mira, veprat e këqija. Ai krita obligimet, krita adhkarat, a bona khair, pastaj a bona një të keqe, a përgojova, a lëndova dikan, e kështu me radhë. E ban një farë llogari vetvetes. E treta ka thënë mujahadatuha ala ta'a. Prej hapave ndërmarr për me përmirësu vetveten është më mundue në ibadet ndaj Allah subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla tha: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata të cilët mundohen në rrugën tonë, jahadu bile, ka punë me termin jahadu, me bu jihad. Jihad me nefsin apo. Thot luftojnë në rrugën tonë, apo mundohen në rrugën tonë, thot na më të vërtet këna mi uzu ato në rrugët e tona. Edhe karë me di përforcime, leja edhe të shtidi, nuni. Lenehdijennehum, më të vërtet këna me ndihmu ata, edhe këna me uzu drejt asaj cila është më e mira për ta në dunjë dhe në ahiret. E katërt thot tanmiyatu sifati at-tayyiba, thot zhvillimi i cilësive të mira. Tash njeriu, sikur që thamë guton i qet në kanar të këqijat, dhe cilësitë e këqija, pikat e dobta, të njëjtën kohë është mirë dhe të mirat mi po. Për çka mi po të mirat? Mi evituan vetvete të mirat, sifatet e mira? Thot mi zhvillu ato dhe mi ujit sa ma shumë. Sa të vdesin. Apo? Të mirat në vetvete, cilësitë e mira janë sikur bima. E ujit rritet dhe zhvillohet ma shumë, shtohet. Nuk e ujit ajo humbët, thahet. Apo? Për ata thot e vguton çka njeriu duhet atëherë me evitu edhe cilësitë e tij të mira. Pse? Por mi zhvillu ato akuton edhe ma shumë. Mi zhvillu edhe ma shumë. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Innamal hilmu bi tahallum. Ma të vërtet urtësia arrihet me ushtrim, me ushtrime. Për të bojë i urtë. Dia arrihet duke mësu dhe lexu, apo? Dhe veprat e mira, ibadet gjithçish mundesh mu bë, duke bojë ibadet, duke bojë xhihad këtë rrugë, mu bojë mirë. Apo? E kështu me radhë. Pra e merr një cilësi dhe e zhvillon vetveten tonë nëse e shef që elhamdulillah, pra ata dhe pejgamberi sa kur i shifte sahabët radhiyallahu ta'ala anhu me sifate të mira të jo përmendte. Na i kemi shumë hadithe ka ku thot apo o ti filan, thot më të vërtet ti ki di cilësi që ka i dënë Allah dhe i dërguari i tij. Pse? Mja evitu ati këtë ditë mira që ajti ketë parasysh akuton dhe mos t'i le. Dhe t'i rrit dhe t'i zhvillon. Për ata dhe na mes vete, kërë janë ketë mësime dhe rekomandime që na mes vete jo apëgoton me vënuësjat, ata apëgoton atat kamerën dhe një qetit vetëm të këshijat mi evitu e jedhen billa, ose mikroskopin. Po, për kundrazi dinja Allahot shëshnimi islame, apëgoton këtë anë e ka mbyll. Ka thënë këtu më shelni sintë. Përveç nëse on për qëllim me këshillu apëgoton për ajmu përmirësu vetë. Tamam? Ndërsa apëgoton e ka hap derën e qka? Ndihmimit të mirës, u ta'awuna al-birri wa taqwa. E që shën është forma të mirës, me ndihmu të mirën, është kur na apëgoton ja evitojmë dhe ja pëqesmi më pa të mirat një qetrit. Thëmë, vallaj haji, i ki ditë mirat që ka Allahu i donë, me argumente. Aja ka parasysh këta, subhanallah. Ti për shemull fjala bje shumë bujar, aja ka parasysh bujarin e ti.
Ti mashallah kupton je për shembull shumë adhurues apo agjerues. Ja përmend mirën që ai më të vetë, ta harun këtë mirë edhe ta vazhdo. Ti je shumë për shembull ti je i buzëqeshur. O vëlla, subhanallah, kur të shoh tyje, kur ta shoh fytyrën tonë, subhanallah më qetësohet zemra. Çfarë si Allah të ka dhënë nur dhe buzëqeshëm fytyrën tonë. Ha? Ai pra, ata e ka parasysh dhe e ruan ata po. Edhe bon çka ka vënë më qetësu zemrat besimtarëve. Apo filoni shumë e ruan gjuhën e tij nga gibeti. Nuk ka mundësi dikush me fol praninë e tij. Vetëm sa e kam ja tërheq vërejtën dhe mu çupi aty vendi. Mashallah alej. Vetëm se ku t'ja përmend mirë, m'ja përmend mirë, apo jo me lavdru. Lavdrata është me vazhdu ti vazhdimisht apo kupton në fjala çka ti më thon ki filoni. Jo, ja përmend mirën se ki që të mirë rruje vëllai. Kjo çetërsen, kurse lavdrata me vazhdu, me lavdrue për me shkatru vëllaun tanë ja dhe billah, do të më pas këtu, do të më pas kujdes. E pesa hapi i pesë është dukhul ala Allah min babil ubudiyya al mahdha. Është me hidhët te Allahu nga dera e adhurimit të pastër. Apo? Ket ato dyr çka Allah dera e pendimit apo? Mu mundu këtë derë me trokit bile spaku t'i herë në ditë, natën dhe ditën. Dera agjerimit, mu mundu këtë ditë bile spaku të hanetejnëte. Dera kupton e aty në shka fali njerëzit. Dera e namazit, dera e sadakas, dera, ka 100 dirë veprave të mira. Çka? Mu mundu e sa ma shumë me zonë dyra kupton, pra kupton në mënyrë që të më kaplon mua mëshira e Allah subhanahu wa ta'ala. E yash'uru al-'abdu bi faqrihi wa dhullihi bayna yaday Allah. Dhe ta ndin thot vetveten të dobët dhe i nevojshëm pranë Allahu xhalla fi ula. Wa yalja'u ilayhi bid-du'a kama fi al-hadith. Aguton dhe të kthehet Allah azza wa jall në dua vazhdimisht. Sikur që ka në hadith, Allahumma alhimni rushdi. O Zot thot me inspiro thot uzimin tënd. Me inspiro gjitha veprat çka shkojnë drejt uzimit tënd. Wa a'idhni min sharri nafsi, dhe ruajem nga sherri nefsit tim. A kupton? Për shkak se armiku kryesor para shejtanit bile on nefsi jot. Nefsi jot. Gjithashtu pejgamberi sa më tha Allahumma ati nufusaha taqwaha. O Zot jep ju shpirtave tonë, zemrave tona çka? Takvallok. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Dhe pastroj ato, për shkak se ti je më i miri pastrues. Anta waliuha wa maulaha, ti je thot mbikëqyrësi i tyre, i shpirtave tonë, zemrave tona dhe ruajtësi i tyre. Min a'zami wasail tazkiyati nafs. Cilët janë disa vepra çka neve na ndihmojnë detergjente me një fjalë. Apo unë po duam me pastru. I morra hapat, me cilët vepra është mirë unë me vazhdu prapë kupton pastrimin e nefsit tim. Thot iqbal ala al-Quran. Është kupton thot nëpërmes Kuranit Kerimit. A më vetëm me lexue për hatme. Tilawatan wa tadabburan wa amalan. Për shkak se marrja me Kuranin Kerim ka këto tri faza. Lezuari, se medituari mbi ajetet e Allahu xhalla fi ula, edhe çka se vepruari me to. Kjo është metoda e saktë e marrjes me Kuranin Kerimin. Tamam? Pra umeti sot, para mendoj kupton një pjesë e burrave, e djemve, apo kupton këti umeti sot janë të marrë vetëm me Kuranin Kerim se lezuari. Pra halas ja ka nis se medituar ndaj mesazheve të Allah xhalla fi ula, duke i studiuar ato. Gjitha fushët e studimit. Apo para mendoj te na, hala nuk ka arrit apo kupton, na me hap ma herë institute të ndryshme të shkencave islame. Apo për shkak Kuranin Kerim gjitha i ka astronomi, matematikë, kimi, e kështu me radhë. Të gjithë ato që na ndihmojnë neve apo kupton, na ndihmojnë neve për të ecë dhe për të arritur edhe në fushën e dunjas. Pastaj thot me vepru me to. Edhe kjo me metoda çka pejgamberi Allahut i ka mësuar sahabët. Edhe pa e marrë këto tri faza, Kurani nuk e jep pra. Kurani Kerimi nuk e jep pra rezultatin dhe fritjen e saj të plot. Aq sa e merr nga Kurani çat ta jep. E merr se lezuari ki se vap. Pra nuk le bosh. Nuk le dur humt. Ai nuk le. Pra e merr vetëm fazën e parë se lezuari, ai të mush me sevap. Ama Kurani nuk është për sevap. Çfarë problematike?
Pra e merr edhe fazën e dytë, mashallah, ja ke nisë dhe meditu, me studiu, apo kupton mbi fjalën e Allahut, kuptimin e tyre, apo kupton kështu edhe më gjerë. Tamam? Ta jep pra edhe këtë dobi. Në qoftë se ja nisi dhe me vepru pra, dhe nëse veprojmë tërësisht si ummet me fjalën e Allahut xhalla fi ula, wallahi, vetëm se ka me zbrit fitoria e Allahut xhalla fi ula. Për ata shumë musliman sot hamendën thonë, çka be mundësina muslimanëve? Ai subhanallah. Çish be muslimana kupton se diçysh kanë herë shumë vinë mendimet këshia, hoxha, bile ka shejtani, më thot çish musliman Allah pse s'po ndihmon. O vëllavi jam. Me ditë çfarë shkolle jemi, s'po duam tash me shpënda pesimizëm, më kupton. Por po fol me realitetin me një fjalë. Se alhamdulillah na po folmi si tërsi, por shkak se ka në ummet. Kjo është edhe e veçantë e këtij ummeti se smuhet, po nuk des, hollohet dhe nuk pkutet deri në kiamet. Po na po flasim si mazhorancë e saj, si shumicë e saj, është për tokë. Edhe jo që na kupton në fjalës na jep Allah si dënim ndaj neve. Po s'na jep por shkak se smuj me bart, smuj me udhëheq, se kjo është përgjegjësi para se është nder. Përgjegjësia është kupton në fjalën tim e marr timorin e kupton e njerëzimit e kupton. Është përgjegjësi. Edhe kjo vjen me pjekuri pra, pjekuri në gjitha sferat dhe kuptimin e pjekurisë. Allah tha wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Na kena zbrit nga Kurani i Kerimi apo ajete që kanë shëruese për zemrat, shëruese për besimtarët. Apo dhe çka dhe për qufarët dhe rahmet për besimtarët dhe nuk ju shtohet kupton vetëm se si thojnë ai mlefi aty në çka kanë bën zullum nga jo besimtarët. E Allah azza ka thonë kena zbrit pra ajete shëruese për besimtarët dhe rahmet. Shëruese aspektin shpirtëror edhe fizik, por edhe shoqëror. Çështë se i marrëm na me këshillat e Kuranit Kerimit si këshilla për të ngrit moralisht, pra kjo quhet shërim. Por shkak se të këshillat në shoqëri aty janë plagë të këshilla apo smuje, viruse. Allah kur po do me thonë se sa më shumë të këshilla në ummet, se ummeti është si një trup, sa më shumë të këshilla, aq më shumë pra ky ummet është i smut. Kërkon më shërus kur trupi i njeriut, me rukje apo me medikamente fizike, apo nga mjekët. Pra edhe trupi i cili quhet popull dhe shoqëri, edhe këtij trupi ka nosën rreziqe të këshilla dhe smuje dhe kancere. Që vetëm këshillat e Allahut xhelle xhelaluhu nëse na i marrmi dhe i përdormi ato, por me rregullu vetën dhe pasru shpirtin pra. Atëherë na çka e arrismi shërimin e tyre. Shërimin e shoqërisë. Dawamu ala dhikr. Hapi i dytë është me kënd vazhdueshëm në dhikrin e Allahut subhanahu wa taala. Në dhikr me meditim, duke meditue, e dhikrin duke mendu se ka jam të përmend Allahun xhelle fi ulam për mos më xherue, për shkak se koha sa premton. Allah thot ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub, më të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Qetësohen shpirtat. Dhikrul maut wa qisarul amal, thot sa më shumë të nderuar, thot me përmend, thot pra vdekjen kanjëherë. Bile është mirë sa më shumë me përmend, na po them kanjëherë. Edhe çka edhe me shkurtu pak shpresat e gjata. Me shpresu pa nevojë shpresat e gjata. Pse? Për shkak se fa dhikrul maut yutahiru an-nafs min al-ghafla. Për shkak se përmendja dhe përkujtimi i vdekjes sot nefsin e zgjon nga shkujdesja. Apo nga një herë për shembull sidomos kur e vënon kokën në jastak. Apo kur më flet. Edhe vetëm të shkon menja se subhanallah, në moment vjen ajo është një inspirim nga Allah azza wa jall. Apo një mirësi nga Allah. Vetëm të vjen kryen kokë sillës se një ditë prej ditëve nuk ka shans. Pa mos u taku me melekun e vdekjes. S'ka la mafar, nuk ka ikje. Qoftë sot, qoftë nesër. Qoftë mas 100 vjetëve, qoftë mas 200 vjetëve. Ha? Ku ta mendojsh se s'pa ku edhe 40 vjetë unë kam u taku me ta, a ke pa gudën qarë fladi, gjenë pite kom deri te kryes. Ha? A ka mundësi, bile në qëfë se nuk e ke falë, a këton, ju s'po thëm jacin, vetërin, se ke falë, u mendoj se në kësi rast, a këton njëru ka mu qu, thot se, pasi që më kujtu, di shka vdekja, më s'po des më resonte, që ora bile të fali vitin, subhanallah dhe, të baj një pendim. Apo, e kjo inspirim nga Allah xhelle fi ula. Se ke bon ti për kujtimin, Allah si me shirë të qonë
të frikson pak më shumë me fal vitrin. Pastaj ka thonë dhe e fundit të nderuar nga veprat cilët ta kupton dush ti për të marrë si medikament për të përmirësuar vetveten është sadaka. A shka? Unë dua kupton sadaka dhe me thonë këtë me trokite dhe këtë derë dhe këtë mundësi për tyje në mënyrë që Allah të pastron shpirtin tanë. Allah çka tha në Kur'anin e Kerim, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ja Muhammed, merr nga ata atë pjesën e zakatit, edhe pse ka qytet Allah sadaka, a kupton? Por është për qëllim kanë thonë dietarët këto për qëllim zakati, farz, ama e ka qujt sadaka që me përfshin dhe sadaka njerëzit çka jep. Me përfshin se nëpërmes zakatit e pastron shpirtin tan nga çdo e lig, por thot edhe me sadaka, çka jo vetëm me zakat, edhe me sadaka e pastron shpirtin tan nga çdo e keqe. Pra është një mundësi e artë që njeriu kupton ta pastron vetveten e tij. Të nderuar vëllezër, tema cilën na kupton folëm dhe u munduam pika të shkurta shumë të shkurtuara, dhe disa pika kupton për të marrë se vepruari për të arritur kupton të ajo çka Allah azza xhel inshallah është i kënaqur, është shumë e rëndësishme. Të folë për nefsin, kupton dhe pastrimin e saj, dhe si me arrit na kupton në shkallët e adhurimit ndaj Allahut azza wa xhel, të cilët Allah i ka kërkuar, është pikë shumë e rëndësishme. Tamam? Kështu që lutim Allahun xhelle fi'ula për mos ta zgjat Allahu xhelle xhelalu të na bën për atyre të cilët jemi kupton te rregullt në adhurim ndaj Allahut xhelle fi'ula. Lutim Allahun xhelle fi'ula që Allah azza wa xhel të na pason shpirtat tonë nga çdo e ligë dhe nga çdo e keq. Lutim Allahun xhelle fi'ula që Allahu xhelle xhelaluhu pra të na bën nga banorët e xhennetit dhe nga nefsat tona nga lloji nefsit të cilët janë nefs të mira dhe urdhëron për të mirë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah shpërblet.